Vijojnë punimet për ndërtimin e portit të ri në zonën e Triportit në Zvërnec. Aktualisht është bërë rrethimi i kantierit ku do ndërtohet edhe moli i ri i cili do të shërbej për ankorimin e trageteve, por edhe mjeteve të tjera lundruese, kryesisht atyre të mallrave. Ky cilësohet një nga investimet më të rëndësishme në qytetin e Vlorës, pikërisht ndërtimi i portit të ri i cili do të zgjerohet së bashku me portin e anijeve të peshkimit i cili ndodhet pikërisht në këtë vend. 43 milion euro është vlera e investimit për ndërtimin e portit të ri të Vlorës, një projekt i konsideruar ndër më të rëndësishmit për zhvillimin e infrastrukturës portuale dhe ekonomike të qytetit. Punimet në teren janë intensifikuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit, ndërsa është realizuar dhe rrethimi i kantierit ku do të ndërtohet porti i ri. Në zonë vijnë puna për përgatitjen e infrastrukturës së nevojshme në funksion të fazave të mëtejshme të projektit. Porti i ri i Vlorës do të shërbejë për ankorimin e trageteve, mjeteve të tjera lundruese si dhe anijeve të transportit të mallrave, duke krijuar kushte më moderne dhe më efikase për përpunimin e flukseve detare. Ky investim pritet të rrisë kapacitetet portuale të qytetit, duke përmirësuar shërbimet për transportin e pasagjerëve dhe mallrave. Autoritetet e kanë cilësuar këtë projekt si një investim strategjik, i cili do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të Vlorës, në rritjen e aktivitetit tregtar dhe krijimin e mundësive të reja për bizneset që operojnë në sektorin detar. Punimet për ndërtimin e portit kanë nisur prej kohësh dhe po vijojnë sipas fazave të parashikuara, ndërsa përfundimi i tij pritet të japë qytetit një infrastrukturë moderne portuale në përputhje me standardet bashkëkohore të transportit dhe logjistikës detare.